Babi më kalon 13 vjeçar, vendosa një ditë të merret çantën e shpinës dhe t'i thoya familjes që unë po iki nga këtu. Më vinë nga gjithë thana e botës, kam 3 Airbnb, fillon nata nga 450 euro dhe mund të shkoj deri në 800. Unë vi nga Durrësi, nga Shqipëria dhe kam ardhur në moshën 24 vjeçar. Kam marrë në 2014 në Strasburg. Jetesa në Shqipëri nuk ishte shumë e lehtë, besoj si për çdo të ri në atë kohë. Babi më kalon 13 vjeçar. Ekonomia në Shqipëri për familjen time ka qenë shumë e vështirë, prandaj unë vendosa një ditë të merret çantën e shpinës dhe t'i thoya familjes që unë po iki nga këtu sepse ashtu siç unë i shoh gjërat, nuk është e ardhmja ime në Shqipëri. Unë faktikisht tu, fal Zotit, i pata marrë lejen qëndrimi shumë lehtë, mbas 3 muajve, duke qenë në Francë, edhe nuk ka qenë shumë e vështirë sepse dija dhe çik frëngjisht para se të vija në Francë.